Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë ka reaguar për herë të parë nga nisja e protestave qytetare, të cilat kanë vijur për më shumë se një muaj në kryeqytet. Në një security alert të publikuar në faqen zyrtare, Ambasada amerikane u bën thirrje qytetarëve amerikanë që ndodhen në Shqipëri të tregojnë kujdes, duke paralajmëruar se protestat në Tiranë vijojnë dhe mund të shtrihen edhe në qytete të tjera. Sipas njoftimit, vëmendja është përqendruar te bulevardi Dëshmorët e Kombit në segmentin nga sheshi Skënderbej deri tek sheshi Nën Tereza, përfshir zonën përpara kryeministrisë, ku prej 33 ditësh zhvillohen dubime të përditshme. Ambasada thekson se megjithse protestat shpesh nisin në mënyrë paqësore, situata mund të ndryshojë me shpejtësi. Demonstratat e mbrëmjes vazhdojnë përpara godinës së kryeministrisë në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Protestat të tjera mund të zhvillohen në ditët në vijim dhe potencialisht edhe në qytete të tjera. Edhe pse tubimet shpesh fillojnë paqësisht, situatat mund të ndryshojnë shpejt. Protestat mund të zgjerohen edhe në zona të afërta, përfshirë institucione të tjera shtetërore, thuhet në njoftimin e ambasadës. Po ashtu qytetarët amerikanë paralajmërohen për masa të shtuara sigurie dhe probleme në qarkullim. Mund të keni prani të shtuar policore, bllokim rrugësh, devijime trafiku dhe vështirësi në qarkullim gjatë orëve të para dhe gjatë protestës. Nëse ndodheni në një zonë proteste, rekomandohet të tregoni kujdes maksimal dhe të ndiqni udhëzimet e autoriteteve lokale, njofton ambasada amerikane. Ky është reagimi i parë publik i ambasadës së SBA-s lidhur me protestat që po zhvillohen prej më shumë se një muaj në Tiranë, ndërsa tubimet kanë hyrë tashmë në ditën e 33 dhe organizatorët kanë paralajmëruar vijimin e aksioneve edhe në ditët në vijim.